nish vetëm nga skandale kemi shku 200k. Jo nga fakti që më në fund po nis reality do të kemi material pa fund. La Villa Drama u rikthye. Për të thënë dhe ne, po derisa të shkojmë te La Villa Drama, shkojmë herë te sfidat. Kemi blindfold challenge me Ilena Zguron këtu e shihni të shiritit. Ekskluzive miq. Juli ka marrë disa produkte nga Opa, unë kam marrë disa produkte nga Opa të ndryshme. Tani, secili nga ne do vendosi blindfoldin në sy dhe do gjej produkte që ka sjell tjetri. Shohim kush do fitojë Juliana Zguron. Absolutisht unë si për herë. Po mund t'ja dalësh. Gjithë produktin e parë. Okej. Po ta shoh që do të duhen ndihmë do të. Kjo është pyeta gjira apo ja? Po. Ha? Ai, gjithë tash e duket. Me ça? Aty është zotësia, pa e ngrënë. Pa e ngrënë. Pule, e vdek me pule. E gjithë në Kjo është bowl? Është bowl? Ja. Ja. Një ndihmë aq të ja. Një, okej, mirë, që ka sallatë pra. Ku e ke? Këto. Po si ta vërë? Unë prekësh. Jo, s'de prek. Çesdar? Ja. Ha, po, ç'është? S'ke fajti sa vetë suflashe këtu. Është një nga të preferuarat e mia, kështu që. Është me avokado? Po. Sa i nat. Kjo është ke pastie vdekme. Që jo paketimi! Sa mirë një që ka paketimi. S'ke pasti. Dere. Ka zadzish, ka, a? E ndjetë. Se bëj. Duke të pa humbë. Ta provoj këta? Pa. Hajde letën, s'ka e gjë. Ta provoj dhe unë sa mos është shmejnë mu. Kjo është mish vici. Bravo. Ha? Gjete. Keni produkte më të vështirë të fundit. Ko? Sa e vështirë, pëtare! Vështova! Tu, Jul, tu jemi këtu. Tani, mos i prek akoma. Unë kam bërë pak me hile dhe kam marrë disa produkte që janë të ngjashme, po ndryshojnë sa ingredient. Prisja më pak nga të. Normal, hilz të treqe. O, të fitoj o hiç. Jam aty. Normal, hilz, ku je? Mirë, qëndrojmë të shi. Hajde, merë të parën. Ta, me që më le ta provoj, do të lodon ta provash. Nëse do ja dalë ta ha? Do ta provash apo? Qa menon që është? Mos është gjë bërë. A mi hape? Ha? O masi, hajtë 3 kafshata, ha? Bërë një punë. Bravo, e mori pikë, filloj me këto. 3 suklash? Gjej ndryshimin, se s'janë të njëjta, Juli, hajde. Sa gjë nga era? Po. Te ke më të letën. Këtu në hatë të tira të zike të opë. 7 metra larë. Qa është? I bia është me pork, të me pork. Po, me pork, po. Bravo, pork është. Pork gjiro, a gjeti 2 pikë Juliana Zguro. Merë tjetën të ashe? Inshallah, humë të. Tani kjo te suflashe pule nuk është. E ke provu këtë ti, po bravo, e ke provu këtë ti. Ka përqy shumë. Nga era ndi që ka Pse pa një më i herë? Crispy. Ha? Ndoshta shnitbe? Po. Sa i natë, se shetë, unë da mora për të vështirë. Okej, këtë s'da e gjesh, të nuk ka shans të e gjesh. Hajde. S'ka shans të gjej ku është? Të s'ka shans të... Se ke provu këtë, është shumë e mirë. Ma njerë shumë të freskë. Suflashe punë. Ja, kjo është halumi pita. Të ke provu e mame? Jo. Ishtë mirë bashkë, s'do ta merë ti, se ishte me speca më duket. Tani ke dhe këtë. Boll. Pa, boll është. Qa bolli mi? A të që është me i vogër se bolli? Cezar. E gjeti! A ka më? Truffle fat. Mare për këto në janë në emision pëja. Sa i natë, sa pikë more ti? 100. Vetëm një? Unë humba 2? Mirë, në këto. Sa i natë, okej. Të sfit, blindfold e fitoj Juli, që m'akuzon mu që ha më shumë suflashe s'ke pas ti. Ti që ke me ekspertës Të duke ngrënë brandaj. Di ma men, prandaj, totalisht prandaj, nuk i habet. Nëjse, ne tani do shkojmë ti ham ta të sfida tjetër.
Tani Juli më mposhti mu tek gjetja e këtyre produkteve, po nuk do mposhti mu tek ngrënja e këtyre produkteve. Të thash jam profesionist për këtë punë, more vesh? E shohim se kam shpardje pa ngrënë. Okej, ne kemi 4 minuta kohë, shohim kush do ha më shumë. 1, 2, 3, fillojmë! Më hila cak, bret! Dike për të pashmo. Të duken gjitha gjërat më mirë kur i hati. Gëzuar mova. Në maqë i gëgja kolegut. Po e prisa. Sa mirë mjef. Maroj! Maroj? Kush ka fitu? Juli! Tani gjithë ato që hëngrën me Julin do i gatuajmë këtu tek opat e nënkaçet dhe besoj që do ja dalin sa më mirë apo jo. Kjo nuk është. Fitoj dhe këtë e kam. Ah, okay, do të sa po të thësh që s'është gar, po okay, nëse do ta fitosh të këtë, le ta fitojmë. Çdo që është i garë. A jemi gati Diana zgura? Ana shko kjo uniform? Mish patate salskose, lutem. Atë që mi farë profesionisti. Juli sigur e ka fri. Sigur. Ua ka të copë për herë për zotën. Dojgjën, rosia e parë. Ja, të dy dur kam. Jepe. Do bjo misha, e të dese. Kush e pasa porosit ti? Ha, shpejt. Po prit kliente. Është pjesë e procesit, e ke kështu sa me porosin bim patate të shpërdej. Suflaqja ime, asa, ala me suflaqja kam bë? Ha? Presin kliente. Dhe si e bërë me zaldike, unë përbim me sos. Okay, go, Kylie, go. Kush e kapsja? Zari ndihmo pak? Po pa tjetër. Faleminderit. Dopje domate, fix kështu e kishin kërku. Kur të vini, thoni, ajo suflaqja e Julit, është e vështirë mua më dridhen duar, si ja bën ju kur ka klient. Hajde, mblidhe tashe. Pse bërë suflaqe me brirë? Është unicorn, suflaqja më e re nga skandale. Sa mi, kush e ka bërë më mirë? Komentoni poshtë. Kush mendoni? Ti gosa si mendon, kush e ka bërë më mirë? Fitova unë. Fitoj desi për herë të parë. Në ka diçka që unë e porosis për herë dhe kam shumë qefte. Opa është bowls. Kështu që unë e Juli sot do bëjmë bowls secili dhe shohim kush e bën më shpejt. Që duhet fitoj unë prapse. Më mori një. Se nisë më shpejt. Klienti im vdes për domate. Si të sabotoni kolegun. Unë që kam bërë për këtë punë, për zotin. Si janë hodhi më mirë aji që ka tjetër patate, që ka arrej patatet. Jam i mirë, thot. Sa të mira të dhëmë të. Vje shumë keshë për personi që në ajnë nga duar tim janë njësër pas nesër. Varova, Jull, s'ke qa vëtë ashe? Shive. Që qa bolli ka lezet për zotin, po vjetë, hajta, që mund të hajon këtë? Sa Juli, fitova dhe këtë? Jo nuk fitove. Fitova unë, dikush më thot që fitova unë. Por sa të mira duke. Po të që ke bashkë, që sa buka mba unë? Që sa e rregull, sa e mirë, sa e dashur? E imi është e shishme, dhe është gatuar në dashuri, pra ndaj. Disi këtë sfide fitova unë, dy tjetë fitoj Juli, kështu që, shifemi. Porosjami numrin 13 gati. Qa emisioni kemi sot e Jull? Kishte frik nga Së të ti, ama vere se largon vajmi! Pse janë ka shumë, sanitarja, të fut këdo. Kameramani! Jam okej, jam unë. Okej. Erda.
Ajo s'kena të luftu me jetën dhe apo të brave tjera. Kristiana, erda kiloa, pop! Oh, ishte thjesht një bump, ishte thjesht një... Kiloa, donte të... Kiloa! Bravo, grën e huj! Në të majtë. Në të majtën time, Sardi! Edhe kazi. Dhe Kazi. Në të kazi majtën aty. time! Sani! Jeta kazi. ime ti! Ishte kazi. Edhe kazi. Sardi aty, kampionat. E kam parfumi shumë të mirë, ta më rri larg. Ai du tanë qaj, e kësa Kristianës. Ti tanë, ke parfum mi vetëm relaxë. E ke shumë të rëndë parfume, në shumë mirë. Po zot, unë mes shumë meshkujve, nuk po ndim komode, po më shtyja. thuaj. Aman është shpirt. 4 çuna aty 2 metra, ua. Si përfundova mes 4 meshkujve, të famshëm, të gjatë, Qiftova fikti tim. Si dreshin. E urrej kur më ndau. Është një pjesë për shembull te molla, që është një ajo është arsye. Oh, ti e? Sardi? Ke ti mëja, ishe më të Po pse do sigur? Lese se ka bërë jërnime shumë mundësi, kështu që s'va e tallë. Dyshaj. Po ju gjithë që në po flet fare, ky është më punëtori, o zot, ky është më i miri. Duket fiksi, kur ti jep mami vllajën e vogël të na merr me vetë. Merr me shok. Ha pak dhejqe, dhe pasaj... Po mi, hajde që këtu me mua, hajde që këtu. E me, hajde tuk e mami, hip të sipër. Na thuj qik të shi. Ke zëni të dashur. Tani, kush nga këta të treta prish më shumë qefin ty? Arise. Kush t'ka me zin tuj ti? Kush gatmoj? Mandi mami. Ajult. Okej, të ngri mamin. Ha inspiron më. Ping-pongu. Ah, ping-pong. Dashuria. Kush të inspiron ty për këngët e tua? Ping-pong o Lazar, dhe kupta. Kishte prinjas të të ti. Së bendi ma bëndat. Ditë ti me baba. Andi me lujnë. Na ke parasysh ti e di tash. Po si ju ja përpritje, jo me shpatu. Tani bëj kështu Sardi? Po, me shpatu, pak. O Sardi! Kush ka ju përqafon më shumë? Sardi na e kam mësuar për shkak. Sar, bravo. Vërtet? Po. Faleminderit. Sepse je përqafimi më të sikletshëm bot. Po Si u Sardi detyrojnë me përqafon. zor. Sardi përqafon zakonisht. Mu me ke Eugeni, vazhdo t'jetë vetëm i strukur, ftohtë. Kush është më i lënduari? Kush është më i lënduari dhe bën këtë pyetje tek një grup ku njëri prej atyre ka vetëm këngë. Se vetëm ti ma bëna, aja thash. Ta premtoj që do vi prap. Kam tu Alias. Mirupafshim Sardi, mirupafshim Mario, mirupafshim Yuji. Ta mendoj që vi pa Kazi. Mario did not give a fuck. Did not give a fuck. As 2 sekonda si ka plas për këtë gjë, e kupton ti? Kazi në go. Kazi, Jam të mirë, Kazi. miss you boo. Aja thash që duhet me bë subscribe. Por ajo subscribe bën gjona. Takojmë mikun tim që quhet Dashi. Tashi është këngëtar. Jo, Dashi është ish burgosur politik. Se çojnë këtë shkretën në për muze, në për... Dashi, është këngëtar, jo, me vërtet është një vrasë seriali i cili është retired, tash ka kaluar pension të kisione që drejshin. Killua pra. E ka inspiru për në shkilla, valat. Jemi për si për Unë jam Kristiana. Si qa busneshe të bukur ka Dashi. Dashi pa vëndë ko. Jam dënu për përgatitje për të vrarë atë ish diktatorin. Kama? Kama, që kena pas shumë ne. Castro Zizon kësë janë. Një mos amit. Duva i kena pas tonë. Fale dhe Nuk e herë, me kujton kam atë? keni ullur, me dikë që ka dash të vrasi Veronqa. A me hau, ndi njove shumë ti. E me hau që ka tash me vrasë shpirt. Kristian është nga të tipe që komenton. Qau e Si mbe. kam bje me Kristian. Goxha. Everything is connected. Kristiana. Qa guzim. Binde veten edhe jenë gjenje që të hecësh zbathën në për prush. Edhe është jamen. Bukur kjo. E bukur kja, sa ka kuptu illa. E burkja qojmi. Binde veten që je super rosh, super shpejt. Fjordi, Dea Michel, Shote Galica, Endri De Stefi, Graciano, Albinako, Sherezade, Rockstar Elvis. Nuk e di qa pëthot Kristiana, po kthej pak atë kartën nga të dyja anët, blis. Baje pak më drejt. Ka pas ka parku i kafsha dy baranesh. Janë kameraman. Ah, okay. Pasa parkuj. Pas ka parkuj të rapshat.
Me cilin personazh publik shqiptar do doni të bëni body swap për një ditë? Hera i Shtrepi. Okej. Dafita Zishiri. Gol për Jepi SG-a Sardi. ka të 3 vende. Për Shevisi Magu. Sardi New York të lyp. Kishte pringa si të ty. Para Shivia, kishte pringës. Love this body. Por nuk më beso. Sardi Melton Ilirian në New York. Cilin personazh publik shqiptar do kalonit një natë të zjarrt? Hendër dhe Stefin. Si mund të bërë seks me Endrin e Stefin? Si mund të thonë ata? Jepe, jepe! O, jepe, të vide këshu në korë. O Stefi nuk dalë do të sa se s'm le mami. Mama sot më se gënje, të fiksuar ka vele. Dhe Tereza. Se sa vjen e bëhet më kesh. O Sardi, para Shivisi Magu. Në fucking Tereza. Më pëlqeu një koment që kishte shkruajtur një post kësaj, socialit të Nën Terezës. Me që ishë merë telefonin tim që Edhe është me kishte- matë dhe rozë. Kishte thënë. Kishte thënë njëri për Sardin që gjasëm pse shanti Nën Terezën si guxon flasësh ashtu për një figurë historike etj etj. Kishte thënë njëri Nën Tereza është derë jo po. E bën super orgji. Simon nuk e di, nuk e di që do jetoja në një dimension kur përmendet Nën Tereza në këtë lloj forme. Sa modhe është ajo tek? Po haj tashi. Sa e modhe është tek cic. Sa e modhe kisha Mo tek vina cic. tjetër, mo vina portale, po shqiptar nuk e I doli Pugjani, sa e madhe është tek cic, ta kap ta shyj, ta degenerator. Këta apo këta? O një gjë keq. A ka përgjigjen kjo? si e gjape. Kë i thot, me shikim, këtë apo ka jull? Këtë të fos? A në gjë kesh. Ajo thot me shikim, këtë apo këtë? Nuk e gjej mirë, nuk e gjej mirë. A I punon shisa e shikimit? What the fuck? Tama what the fuck? Nëse love të vibe-in, për çfarë vibe? Edhe 50 veta që kishe ftuar shumë mirë. 50 çuna të studios. Kazi, respekte, se kishe 1 sekond screen time. Kazi, we love you, King! Hey njerëz, Hello! Gjithë këto gjëra si bën, si do del koha, me kaq shumë. Senin e më të rëndësishëm s'ma ke përmend. kë? Baba? Baba. Po sa babaj, bëj sport Të o dhja sa shpirë. mund kalama. Sa babaj. Si bon fëmit? Me sport. Në sport, a? Sardi. Leave him alone. Si bën fit me Me përmendër sport. fund. Me sport. Ishte pringës. Cila është një gjë që ty të pëlqen më shumë ta bësh nga të gjitha këto që Kostiani I përmendi, Robert? Po këto që I përmendet, Babi një herë jo. Nga gjithë që përmendën, babi një herë e kam vdekje ta bëj, po vaj Sportiv, lesh. sportiv. po nuk ka shqiptar që I lën gocat me pagu. Jemi kavalierë, gentleman. Ju dy I herë, ju dy I lejni, bra. Fatosit merë dhe 200 lekë. A jeti një sugar daddy? Po, sugar daddy jo. Jo, sugar daddy nuk jam. Qyqyr po ka plot, si shqiptar. Jo, nuk vun tregu për sugar daddy. Babi jo më shiqer s'koma. Okej, më që misi që thot, nuk vu tregu për sugar daddy. Okej, në një mis në tregon, ku është tregu, ta gjejmë në një shpirt. Po mirë, atë kanë refuzuar ndonjëherë femrat ose vajzat, Robert? Jo, ndodh shumë shpesh ndodh me të refuzu se e din përfundimin se unë s'kom mujt edhe me martesën me majt. Shumë sinqert për zotë, shumë sinqert. Kur t'ka majt martesën, s'pa t'maj as 3.000 dashnore, kupton ti? Ato të shkajnë, ato gocët bravo, kupton, s'ka qa bëjnë. Kostiani që e pyet një femër ose vajzë. Ato e hedhin historinë në fillim të lidhjes, unë e bëj ripost se vjen keq. Pas të shkoj me to për respekt, e pas të ndaj, mëlla, qa Pas ti e bëjti bërë? kalamako për respekt, a kupton ti është më vje gjuna, më vje keq. Single apo në një marrëdhënie? Jam single. Jam single, jam në punim të albumit. Ata që jam një shpirt I lirë dhe trupi im është I tempull, po për moment. Trupi im është I tempull, më përqe fakti që thot po bëj albumin. Më thuj një person që literalisht ka artist të preferuar, së këngëtar të preferuar, Robert Berishën. E jo zema qanë që ti, jo zema që përqe zakonisht? Sali Berisha. What? Seriosisht, më përqe Robert Berisha, sëra. Si është një vajzë perfekte për ty? Për bukurisë po flasim. Le t'jetë femër. Ushon shpirtin, bëtë mdhaja, sytë, Karakterin.
Karakterin e shafa kupta. Mu më takon me u rahatu tash. Po. Por nuk Nuk do, më nuk... Mund ta komora, Po po s'm do mluj ka. çik. Po, më lëvizi çik si shumë. Vipi më flirtues? kjo kalif... Mia Se Khalifa besoj, si ka. nuk e besoj. Mia Khalifa s'ka shanse, s'ka shanse të flirtuese, nuk e besoj s'ka shanse, është super gocë. Vipi që ke marr kur ta kanë anulluar të tjerë. Anti-vrap. Ishte pyetja për Roberti, një për what the fuck. Jam rikthyer me një ish partner. Me një ish partner nuk e kam bërë. Me një ish partner nuk e kam bërë, dhe është totalisht e kam bërë. E kom shurën proteina, vitamina, e ke po pershit si bonë. Kush më palesër këtu në bil? Flori. Flor! Të provojmë të mitit. A e ke shurën proteina, vitamina? Oh, what, seriosisht? Në pishinë në jashtë. Po më pat me mos kushin e punët tonë. Po më pat të blej bath water of Flori, thoma. Shqipti punët tonë. Po e hongra atë peshk ti. Po nga përse ka proteina, vitamina. Ua, që proteine ka? Shumë në Robert Perniqës. Atere, e para është një biberon. Tani ose do na tregosh një histori me këto, ose improvizoj një këngë. Ai nuk ja këndoj kur këngën këtu, po ja se po bëj unë bebitin. Dësar mera. Po vjerë goja. Kë ke biberonin. Pampersin ja ke ndoruar gocave? Shumë shpesh. Bravo. Përse janë ca që thonë... Jo veç gocave të mia. E ke ndru pampersin gocave? Jo veç gocave të mia. Po këtë si ka ndru në i pensionisti që është më krevat. E du t'i ndru me Belina. Jam crazy, jam freaky as fuck si Robert. Tani, një këngë për këto? Apo e lë me histori? Si e ke? Na ju thojmë jelek. Jelek, marrë një rast hipotetik që jemi ndet duke u përmbytë du të veshësh jelekun në shtëpi. Juli, vesh jelekun në shpëtimit. Vesh jelekun në shpëtimit. Ua, faleminderit. Vishe ti jelekun. Jelekun në shpëtimit zemra se nuk di lot. Nuk do të vdes. Pas ka dhe etiketën një leku, a që i qeka. Muj mos mu pa një kod gjatë, po shëshia, raportet nuk prishën. Edhe, se kjo fjalla mu prishtë në Shqipni. Është pak keq. Pra ti nuk prishesh me shoqet? Jo. Është pak keq ku e përdor kështu, po ti a prishesh ranço me to? Kam shku në për dhomat e ty një ku më vizitu ka pak. Si thosh ka nga një Kosova ku bëgën seks, kam vizitu nga pak. Do vish për vizit në herë? Vizitova pak. Vizitova pak gjyshe. Atër për vizit. Që mos jemi ne tre shoqet e ardhshme. E mbyllim me kaq të emision dhe mos japi më shumë. Që mos jemi ne. Sot ato pse më ta mbyllit të Ishin Kostiani? pesë shoqe, Pse ta mbyllit të Kostiani? Let la vizitoj pak Robert Berisha. Se Allah, ku përfundojmë, ndoshta përfundojmë me jelekun në shpëtimit në Maldives. E di që qeshat pa fund me ne të dy si gjithmonë, Jola. Si e kemi këtë efekt Shumë nga toka se di shkini arruar që keni rënë top nga të qeshat. Kështu që në top 5 e kësaj radhe kemi top 5 të qeshurat më të lezetshme të starsave të Laviles. Në vendin e 5... Da falni në kanë tuaja. Në vendin e 5 Juliana Zgura. Në vendin e 5 është Benardi. Për herë të parë në top 5-ën tonë për një gjë pozitive. Dhe jo se flej gjumë dhe jo se shef filma, Për të qeshur. Në vendin e 4 është Artemisa. Artemisa ka qesh më shumë që të qëndron aty, po thjesht të acaron në maksimum. Pak si delfin. As nuk e rikrijoj dot. Më shumë se i qeshua mendoj që është momenti kur që Po. e qeshua një gjë më të Po, vogël. më gjëm idiotë më univers. Dhe më ishi shumë të gjërat idiote, në vendin e 3 desi. Unë kam i gjë që kur qesh me të madhe kështu e nis sorë. E nis direkt lart, nuk se t'jep kod me ndoshtë. Asa që se bëj super lart fare. Vendi i dytë është Klea. Klea ka me të ngecme. Jari!
Ja, ka kjo. Se qa qeshme ka, du vetëm ajo dhe zoti i madh e ti. Dhe ikona e të qeshurave absolutisht. Që ja njohin gjithë qeshmen asaj Veç nga qeshme e njohin kudo në skenë, kudo në publik, kudo i shoftë, Megli. Megli, që ka si ato makina që ndizën. As njerë nuk e rikërit dhe të për të ndrejtë. Nese, me këto qeshura nga unë dhe nga Juli. Poci, poci! Andale!